Një nga momentet më të sikletshme dhe më të diskutuara ishte kur Arbery vendos ta çojë bisedën disa vite pas, duke pyetur drejt për drejt Braykenën dhe Mateon: "A ka pasur puthje atë ditë para 4 vitesh?" Një pyetje që rikthen në vëmendje një histori të vjetër, por që me sa duket ende ka peshë në perceptimin e publikut dhe të vetë banorëve. Atmosfera bëhet menjëherë e rëndë. Nuk është më thjesht një debat i momentit, por një rikthim në të kaluarën, aty ku ndjenjat, situatat dhe kujtimet nuk janë aq të thjeshta për të shpjeguar me një po apo jo. Braykena reagon me përmbajtje, por edhe me një ndjeshmëri të dukshme. Ajo thot qartë: "Nuk dua ta përsëris çfarë kam thënë atëherë" dhe pranon që është ndjerë në siklet. Kjo përgjigje flet shumë, edhe pse nuk jep detaje. Tregon që tema nuk është e lehtë për të, që ka qenë diçka që e ka vendosur në një pozicion të vështirë dhe që ndoshta nuk dëshiron ta rikthejë më në të njëjtën mënyrë. Nga ana tjetër, fakti që kjo pyetje bëhet sërish pas kaq kohësh, tregon që disa histori nuk mbyllen kurrë plotësisht. Ato mbeten aty si pjesë e narrativës, duke u rikthyer sa herë që situatat kërkojnë sqarim apo kur lindin dyshime të reja. Mater gjendet gjithashtu në një situatë delikate, sepse çdo përgjigje do të kishte peshë, jo vetëm për atë moment, por për mënyrën si është parë gjithë marrëdhënia e tyre ndër vite. Kjo skenë nxjerr në pas diçka më të madhe, jo çdo gjë nga e kaluara duhet detyrimisht të rihapet. Ka momente që mbeten personale, që janë përjetuar me emocione dhe që nuk është e lehtë të rikthehen në dritë përballë publikut. Në fund, më shumë se përgjigja, ajo që mbeti ishte ndjesia e sikletit dhe tensionit që krijoi kjo pyetje. Dhe ndoshta kjo tregon që disa gjëra nuk kanë nevojë për më shumë shpjegime, sepse vetë reagimi flet mjaftueshëm.